Shëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi sot përsëri në podcastin Okult. Do të flasim për një temë e cila tregon historinë ekonomike të shekullit të fundit, se si grupi i globalistëve u përpoqën dhe ishin në prag të realizimit të një suksesi të fundosjes së Shtetet e Bashkuara, të një kolapsi financiar, të krijimit të një fluske të madhe të një ekonomie jo reale, spekulative, ku një kontribut të veçantë kanë dhënë bankat komerciale dhe sidomos tregjet e aksioneve, pra bursa. Para se të fillojmë një trajtim historik se si teoritë neoliberale ekonomike ose ajo që quhet keynesianizmi i ri do të shkatronte financat dhe ekonominë amerikane. Para se të fillojmë emisionin dhe trajtimin e temës, do t'ju kujtoj të gjithë atyre që hyn rastësisht nga rrjetet sociale apo nga YouTube në linkun e podcastit ton, të mos harrojnë t'i bëjnë një klik dhe të abonohen, të bëhen subscribera për të kaluar numrin 10.000, sepse ne jemi shumë në Facebook dhe në Instagram, ke faqet e mia ku unë dhe postoj vazhdimisht linqet e emisioneve. Jemi ke 8500, nuk kemi ecur keq për disa muaj, por duhet të ecim me hapa më të shpejta. Këtë ja u bëj kërkesë atyre që vibrojnë në frekuencat tona dhe që kërkojnë të dëgjojnë diçka nga podcasti i Liris këtu në gjuhën shqipe. Falenderoj dhe të gjithë sponsorat e emisionit ton, të cilët na kanë ndihmuar për mbarvajtjen e këtij emisioni. Mirë, do të flasim për temën që sapo e anonçova. Presidenti Trump ka bërë përpjekje të mëdha ty në një politikë nacionaliste, proteksioniste që të mbrojë biznesin dhe prodhimin amerikan dhe të largojë ekonominë dhe financat nga një biznes spekulativ me ato derivativet e famshme të cilat kanë mbajtur rreth 600 trilion dollar, domethënë mbi 10 herë GDP-n e botës janë vetëm në Shtetet e Bashkuara të prodhuara, për cilat do të flasim më pas, dhe Trump i kërkon të ndërtojë një ekonomi reale, të ulë inflacionin, të ulë borxhin publik dhe ta bëjë Amerikën një shtet kompetitiv në arenën botërore. Aplikimi i tarifave mbrojtëse nga ana e presidentit Trump duket se po e shpall të vdekur epokën e neoliberalizmit, i cili ishte një emër tjetër që marifetçin që e krijuan i dhanë në fakt globalizmit dhe qëllimet e tij gjithmonë kanë qenë teoritë e Milton Friedmanit dhe von Hayekut, dy nga ekonomistët kryesorë që shpallën tregjet e lira të tregtisë, të këmbimit, sidomos mbas vitit 1971, kur në kohën e presidentit Nixon, kur doli fjatë paraja, domethënë paraja e pambështetur në arë. Nocioni neoliberalizmit ka qenë i thjesht në duke, por i keq shumë në përmbajtje. Kjo teori nuk kërkonte që shtetet kombëtare të prodhonin dhe kërkuan që fuqitë industriale të zhvendoseshin nga ajo që ata e quajtën kasta e ndërtimit të kombeve, ku kasta e parë do të ishin kombet
konsumatore, kasta e dytë do të ishin kombet prodhuese dhe kasta e tretë, kryesisht kontinenti afrikan, do të ishte kontinenti ku do të grabiteshe lënda e parë dhe do të liheshin njerëzit të papunë duke mos i ndihmuar me kredi. Ky lloj sistemi doli kryesisht mbas vitit 1973, kur klubi Bilderbergut, i cili ishte një klub me pjesë që u formua në vitin 1954 me kërkesën e David Rockefellerit, mbretit të Hollandës dhe shumë personaliteteve të tjerë politik, botëror dhe drejtues të kompanive të mëdha të biznesit në fushën e financave sidomos, por dhe në fushën e ekonomisë prodhuese apo të shërbimeve në botë të njëjtura, ndërtuan një skemë se si do të ndërtoheshin marrëdhëniet midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara, pra botës perëndimore, marrëdhëniet ekonomike, dhe njëkohësisht një nga qëllimet që u tha për ndërtimin e klubit të Bilderbergerit ishte për ta mbajtur botën larg luftës, por dhe për të siguruar mekanizmat e funksionimit të tregtisë së lirë midis vendeve kapitaliste dhe ku synoheshe të vriteshe kontrolli kombëtar ndaj financave dhe shkatrimi i industrisë prodhuese, sidomos qëllimi ishte nga City of London i kolapsimit të Shteteve të Bashkuara dhe i rikolonizimit të saj nga ana e derës mbretërore të Britanisë. Vendeve të botës së tretë ju propozua si zgjidhje vetëm përfitimet e vogla nga renta që do të paguaj për nxjerrjen e mineraleve, sidomos dhe e të gjitha lëndëve të para nga kontinenti i pasur amerikan, dhe këto do të drejtoheshin sigurisht nga kartelet e minierave dhe këta do të përdoreshin si fuqi sklevërish për të punuar në për minierat, gjë e cila po ndodh edhe sot. Ky model organizimi midis kombeve filloi në vitin 1971, siç u thash, kur filloi Fiat Paraja ose Paraja, jo e mbështetur në arë, siç kishte vendosur marrëveshja e madhe financiare pas luftës dytë botërore, në Bretton Woods, siç quhen marrëveshjet mes tre fuqive kryesore fituese të mëdha të botës, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Stalini ose Rusia, të cilat vendosën disa standarde, pavarësisht se midis tyre shumë shpejt do të vijej perdja e hekur dhe ndryshimi i sistemit politik dhe ekonomik do të ishte radikal midis të dyja krahave. Pra, teoritë e Milton Friedmanit dhe Friedrich von Hayekut, siç e përmenda, u zbatuan në këtë kohë mbas vitit 1971, kur filloi epoka e neoliberalizmit me fuqi të plot në të gjithë botën transatlantike dhe u quajtën si një dialektik e një tranzicioni keynesian dhe e quajtën bota ekonomike perëndimore post-keynesiane. Dihet që Keynesi ka qenë një nga priftërinjtë e mëdhenj të ekonomisë liberale kapitaliste, i cili ka marrë pjesë në të dy traktatet e mëdha të paqes mbas luftës së parë dhe luftës së dytë botërore, i caktuar nga britanikët si përfaqësuesit tyre për të vendosur rendet përkatëse botërore mbas dy luftrave, sidomos në fushën e ekonomisë dhe të financave.
Baza e neoliberalizmit ka qenë deregulimi, pra tregjet rregullojnë vetë, ato duhen lënë të lira njëkohësisht dhe u hoq standardin vitin 1971 i kurseve të këmbimit të monedhave, i kurseve fikse. Kurset do të fluktuonin, do të derivonin nga marrëdhëniet e kërkesë ofertës kryesisht, por edhe të fuqisë të monedhave përkatëse, ku një prej cilave sigurisht ishte dollari, i cili ishte vetmja monedhë që ishte garantuar nga marrëdhëniet e Bretton Woodsit që do të ishte e mbështetur në arë. Pra, tregjet e hapura me neoliberalizmin do të përcaktonin trajektoren e re botërore, ku kombet do të zhvisheshin nga fuqia e tyre e rregullimit dhe pushteti do të transferohej në duart e një klase të vogël oligarkike e cila do të kontrollonte të gjitha aspektet e jetës njerëzore. Vlera ekonomike do të ripërcaktoj fjalë për fjalë si do të konsideroj si shërbime të thjeshta financiare pa u bazuar në ndonjë realitet. Kjo humbje ndjenjës së vlerës ekonomike në realitet e shndëroi ekonominë transatlantike perëndimore në një bombë mesaat të ndërtuar me fluska spekulative, me një rritje hiperbolike të madhësisë dhe fuqisë së tyre, të cilat kanë shpërthyer her pas here dhe është shumë rrezik përsëri që të shpërthejnë. Ata që janë kritik ndaj sistemit të vendosjes së barierave tarifore nga ana e Trumpit dhe kritik të formimit dhe fuqizimit të shteteve kombëtare, siç është për shembull sot, nëse e keni dëgjuar një profesor që del vazhdimisht dhe flet kundër kësaj politike të Trumpit, siç është Jeffrey Sachs. Këta bërtasin dhe flasin për pavësinë e kësaj manovre që ka bërë presidenti Trump, e cila kishte qysh në vitin 1913 që kishte filluar të minoje, por pas krizës së vitit 1929 të bursës së New Yorkut dhe ardhjes në vitin 1933 në pushtet të atij që me akronim quhet FDR ose Franklin Delano Roosevelti, siç e kanë zakon këta amerikanët që i përdorin këto shkurtimet, dhe është një diçka e mirë. Ai u përpoq të ndante bankat komerciale, tregtare dhe bankat investuese, të cilat funksiononin mbi një realitet ekonomik mbi bazën e depozitave dhe kredive. Kur tregtia e lirë dhe e pakufishme u bë një normë, rritja industriale brenda Shteteve të Bashkuara u zvogëlua, u rritën, siç u thash, spekulimet dhe perandorit përfituan nga aftësia e tyre për të mbajtur viktimat të pazhvilluara, të korruptuara dhe të varfra. Faktet që mbështesin këtë pretendim, unë i kam nxjerrë nga disa burime shkencore dhe kam përzgjedhur disa libra, siç është Kush jemi ne, lufta e Amerikës për përparim universal, vëllimi 1 dhe vëllimi 2 i Anton Chaikin, Sfida e ofrimit të kredisë nga Michael Kirsch, si dhe raportet e sistemit amerikan në lidhje me zhvillimin ekonomik dhe të financave, dhe ka një akronim EIR në shqip, siç po e shqiptoj. Pra, tarifat mbrojtëse të Trumpit nuk janë të mjaftueshme për të rritur punësimin në Shtetet e Bashkuara, për të mbrojtur
ekonominë amerikane, për ta riindustrializuar Amerikën dhe për ta larguar nga një botë mashtruese e parë me një ekonomi spekulative në një vend ashtu siç ka qenë Amerika, prodhuese para se të hynte në këto lojra të futur nga globalistët për ta shkatruar dhe për ta minuar nga brenda nëpërmjet sistemit të rezervës federale, e cila zotërohet nga i njëjti grup manjatësh gjuhësh të cilët drejtojnë dhe City of London, dhe këta po përpiqen nëpërmjet rezervës federale ta shkatrojnë Amerikën nga brenda me politikat e tyre të neoliberalizmit, por që Trumpi po përpiqet t'i ndalë. Franklin Delano Roosevelti, presidenti që erdhi mbas krizës së madhe financiare në pushtet në vitin 1933, në të njëjtën kohë me Hitlerin, dhe që bëri atë programin New Deal, siç marrëveshje e re, siç e dinë këta studentët e shkencave politike, por dhe ekonomike, sigurisht ka thënë që këmbyesit e parave ikën nga vendet, domethënë u larguan nga vendet e tyre dhe erdhën në tempullin e qytetërimit tonë, e ka fjalën për fajdegjinjt. Tani ne mund ta rivendosim këtë tempull në të vërtetat e lashta të vendit tonë, pra ashtu siç kishte qenë një ekonomi reale më përpara Shtetet e Bashkuara. Masa dhe shpejtësia e restaurimit qëndron në masën dhe shpejtësinë me të cilën ne i zbatojmë vlerat shoqërore më fisnike në krahasim me një fitim të thjeshtë monetar, të shpejtë dhe mashtrues. Ishin këta këmbyesit e parave apo fajdegjinjt ose bankierët fajdegjinj që krijuan fluskat e mëdha të viteve 1920 nëpërmjet aksesit të tyre në bankat tregtare. Dhe Franklin Delano Roosevelti, apo FDR-ja, siç u thash, do ta bënte thelbin e betejës së tij kundër Wall Streetit me një legjislacion të vitit 1933, i cili quhet Glass-Steagall, si pas emrit mbi emrave në fakt të dy zyrtarëve të presidentit Roosevelt. Çfarë ishte thelbi i këtij ligji Glass-Steagall? Ishte një projektligj që detyronte ndarjen absolute të bankingut produktiv nga ai spekulativ, duke garantuar nëpërmjet korporatës federale të sigurimit depozitave, që quhet me akronimin anglisht FDIC, vetëm ato aktive bankare komerciale të lidhura me ekonominë prodhuese, dhe duke detyruar çdo humbje spekulative që linte nga investimi bankar të pësohej nga lojtari i fatit dhe të mos garantohej nga korporata federale e sigurimit të depozitave. Suksesi i mrekullueshëm i këtij ligji frymëzoi vende të tjera anë mban botës për të krijuar ndarje të ngjashme bankare mes bankave që përpiqeshin të ndërtonin një ekonomi reale dhe bankave të cilat merreshin me qëndronin në krah të bursave dhe luanin me një ekonomi spekulative dhe me ato që më vonë do të quheshin derivative, të cilat do të shpjegoj se çfarë janë. Krahas parimeve të buxhetimit të kapitalit, kredisë publike, çmimit të barazisë dhe një angazhimi për zhvillimin shkencor dhe teknologjik, ishte krijuar një dinamikë që shprehte shpresën më të madhe për botën dhe që tremte deri në palcë perandorit financiare të City of London dhe të Wall Streetit, të cilat, siç thash, janë bashk kundër sovranitetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në
Vitin 63, vdekja e John Kennedyt në fakt solli një epokë të re pesimizmi dhe iracionalizmi kulturor, nga i cili shoqëria amerikane në fakt nuk urri më këmbë plotësisht kur asnjëherë. Kjo kishte lidhje me shkatërimin e vizionit afatgjat, siç ishte programi hapësinor, projektet Lawrence Seaway dhe New Deal, atë domethënë marrëveshja e re, kontrata e re. Dhe kjo kishte sjell një tendencë brenda popullsisë për t'i parë gjithnjë më shumë kënaqësitë e tanishme të momentit si realitetin e vetëm që ekzistonte dhe të mirat e së ardhmes si shprehje mistike e shumës së kënaqësive të tanishme. Ishte krijuar një model i ri filozofik që kishte qenë huaj në epokat e mëparshme dhe paraja u lejuar që të vepronte si një fuqi për përfitime afatshkurtra në vend që të shërbente për investime mbi pasuri reale prodhuese të shoqërisë amerikane, gjë e cila nuk ka ndodhur dora dorës mbas viteve 60, sidomos mbas viteve 71, kur hyri epoka e fjalëparas. Pra, paradigma e re ishte tani. Dhe me këtë paradigmë u miratua, pra, siç e thash, një model i ri ekonomik që zvendësonte modelin ekonomik prodhues industrial, i cili ishte dëshmuar në vitet para luftës dytë botërore me përpjekjet që bëri kundër ekonomisë spekulative Franklin Delano Roosevelt mbas krizës së vitit 29. Dhe pas luftës së dytë botërore. Emri i këtij sistemi ishte monetarizëm post-industrial, i cili kërkonte të ngrinte një sistem të futur nga vendimi i marrë nga presidenti Richard Nixon me marrëveshjet smithsoniane të fjalëparas, duke goditur ekzistencën e sistemit financiar botëror mbi bazën e marrëveshjeve të Bretton Woodsit dhe ku u hoq kursi fiks i këmbimit dhe u vu kursi i luatur i këmbimit midis monedhave. Gjatë vitit 71 ndodhi dhe një ngjarje tjetër ogurzeze, siç ishte krijimi i grupit të bankave Alfa ose Inter Alfa, të cilat në fakt ishin banka që kontrolloheshin nga dinastia Rothschild, por kjo u sigurua dhe u realizua në maskën e një organizimi nga ana e mbretërisë skoceze dhe në fakt kjo mbretëri, banka mbretërore skoceze, zotëron një pjesë shumë të madhe të kapitalit financiar botëror, që mund të thuhet që janë rreth 70% të kapitalit financiar botëror sot zotërohen nga ky grup Inter Alfa, që janë grupi bankar i dinastisë Rothschild. Ju keni dhe ju lutem regjis të vendos një foto që unë kam nxjerr, që është krijimi i piramidës financiare të bankave më të fuqishme që nga mbretëria e Skocisë kontrollojnë në një rrjet të gjerë të financave botërore, ku bie në sy, siç e shikoni, dhe bankat, disa nga këto janë në Shqipëri, siç është Societe Generale, Intesa, San Paolo, nuk shikojnë në një bankë tjetër në fakt që vepron në Shqipëri në këtë skem me përjashtim të këtyre dy bankave. Duket dhe banka Lehman Brothers, e cila ka falimentuar, duket në fund fare në krah të djathtë,
dhe në kokë lexohet të piramidës The Inter Alpha Group of Banks, pra bankat e grupit të brendshëm Alfa, ose ato të parat, do më thënë bankat e para në botë, dhe duket që këtë lloj organizimi e kanë krijuar klubi Bilderbergut dhe klubi i Romës, i cili është një klub që përgjigjet, klubi i Romës pra, për depopullimin dhe ndjek politikat maltusiane për të kontrolluar rritjen e shfrenuar të numrit të popullsisë si një nga të këqijat më të mëdha. Kurse klubi Bilderbergerit, siç e thash, është një klub i ngritur në vitin 1954, kurse klubi i Romës është ngritur afër viteve 70 nga David Rockefelleri dhe Gianni Agnelli, dhe është themeluar në vilën e David Rockefellerit në Rom, prandaj dhe quhet klubi i Romës. Synimi deklaruar i grupit bankar Inter Alpha jepet në fjalimin e vitit 1983 nga Lordi Jacob Rothschild, i cili ndroi jetë para disa vitesh dhe ka qenë dhe këtu në Shqipëri. Është personi i cili mori dhe kontrollon menaxhimin e sajtit ton arkeologjik në jug të vendit, Putrintit, dhe njëkohësisht u përpoq që të merrte dhe ujin e ftohtë për ta kaluar në ishullin e Korfuzit. Ky ka thënë, dy lloje të gjara të institucioneve gjigande, kompania e shërbimeve financiare në mbar botën dhe banka tregtare ndërkombëtare, me një kompetencë tregtare globale, mund të bashkohen, thot, për të formuar konglomeratin financiar përfundimtar, të gjithë fuqishëm dhe me shumë koka. Pra bëhet fjalë për kontinentet. Të ketë çdo kontinent, në çdo kontinent kokën e bankave të veta. Por kjo politik kërkonte shkatrimin e sistemit financiar sovran të shtetit komb dhe imponimin e një strukture të re feudale të qeverisjes botërore përmes skemës të kontrollit të sistemit parave nga njëra anë dhe lojrave me vezet e budallënjve mendjemëdhenj të politikanëve të kombeve të ndryshëm, të cilët lejuan që kombet e tyre të sundoheshin nga ideja e besimit se forcat hedoniste të tregut dhe politika tani ose sot do të sundonin me sukses dhe do të drejtonin botën e tyre ekonomike dhe financiare. Gjatë gjithë kohës, strukturat gjeopolitike të huaja për traditat kushtetuese të Shteteve të Bashkuara u imponuan nga folet e studiosëve të fabianizmit dhe të Rhodes Scholarship. Fabianistët janë ata që kanë mbaruar në shkollën kryesore, në universitetin kryesor më të spikatur të majtës në botë, që është universiteti që ka akronimin LSE, London School of Economics and Political Science, dhe Rhodes Scholarship, që është një universitet ku disa president amerikan pasi u shpilahen trut ose bëhen agent të City of London, dërgohen në Shtetet e Bashkuara dhe mbështeten dhe nga finansat e Shtetet e Bashkuara për t'i ngritur lart në një nga dy partitë republikane ose demokratike në Shtetet e Bashkuara dhe për të marrë kontrollin e Shtetet e Bashkuara dhe për të vazhduar për ta minuar deri sa ta kalojnë në kaos dhe në kolaps, me synimin që City of London ose familja perandorake, jo mbretërore, britanike, pavarësisht ata i quajnë mbret, pa ish perandor, sepse sundon dhe vende jashtë Anglisë, siç është Australia apo Kanadaja, familja perandorake britanike kërkon të rishtjerë në kontroll Shtetet e Bashkuara dhe të vendos aty rent mbas një
kaosi që duan të shkaktojnë dhe të cilën presidenti Trump po përpiqet ta ndalë. Do të flasim një çik për atë që quhet Big Bangu i madh. Në Rhodos kanë studiuar vëllezërit Dallas, Dulles që kanë qenë njëri sekretar shteti dhe njëri kryus i CIA-s. Në fillim krijoi atë që quhej SOE ose shërbimi sekret i Shtetet Bashkuara gjatë luftës së dytë botërore, e cila ka pasur dhe ndek këtu në Shqipëri, në Karaburun. Shquheshin atë kohë George McGee, George Bundy, në fakt, Henry Kissinger dhe dinastia Bush, dhe të gjithë këta përfaqësojnë emra që e avancuan planin e drejtuar nga Britania gjatë shekullit të 20. Liberalizimi i madh i tregtisë botërore apo Big Bangu i ekonomive të perëndimit filloi me një seri valësh gjatë viteve 70 dhe kaloi me shpejtësi të lartë me rritjen e normave të interesit nga ndërhyrja e kryetarit të rezervës federale në atë kohë, Paul Volcker, i cili me këtë vendim dha efekte që asgjësuan shumë sipërmarrës të vegjël dhe të mesëm dhe kryuan mundësinë e fillimit në shkallë të gjerë të spekulimeve financiare, kartelizoi institucionet e ndryshme ekonomike, si që ishin ato që vepronin në fushën e minierave, në fushën e ushqimeve, në banka, duke krijuar gjikant qithënje e më të mëdhenj. Volcker e përcaktoi këtë proces si shpërberje të kontrolluar të ekonomisë amerikane dhe kjo shpërberje do të ndikonte për përmirësimin e kushteve të jetës dhe e nivelit të jetesë së të qytetarëve të Shtetet Bashkuara, gjë e cila po dhe të vendeve të tjera ku godit nacionalizmi ekonomik, por në fakt kjo nuk rezultoi e vërtet. Rritja e normave të interesit nga Volcker në një mas 20-21% mbylli gjakun e jetës së ekonomisë amerikane dhe e hodhi botën e tretë në një skllavëri më të madhe borxhi, pasi kombet duhet të paguanin uamarzve të bankave të mëdhaja perëndimore interesa të larta. Në vitin 1986, në kohën e Thatcherit dhe të Reaganit, City of London njoftoi fillimin e një epoke të re të iracionalizmit ekonomik me çrregullimin e Big Bang, siç e quajti Margaret Thatcher. Në Thatcherizmin dhe Reaganomics-in, siç quhet, vendet perëndimore pan një shkatrim total të rregullimit kombëtar, proteksionizmit dhe mbikëqyrjes ndaj bankave private dhe korporatave të cilat përshpejtuan zhveshjen e kombeve në shoqëri konsumiste dhe transferuan pasurinë e kombeve të fuqishme perëndimore, sidomos Shtetet Bashkuara, jashtë kufirit për shkak të fuqisë së lirë punëtore. Kjo val liberalizmi e goditi botën me stuhi, botën ekonomike, pasi fshiu me një anë ndarjen e bankingut tregtar, depozitues dhe investues, i cili kishte qenë guri i themelit i pasluftës botërore për të siguruar që vullneti i financave private nuk do të kishte kur më shumë ndikim në krahasim me fuqinë e shteteve kombe sovrane, ndërsa më pas ndodhi e kundërta. Pas dekadave të thyrjes strukturës së rregullimit që ndërhyrja e Franklin Delano Rooseveltit kishte ndërtuar në vitin 1933, Big Bangu Thatcherian dhe Reaganian
krijoi një precedent për deregullim të ngjashëm financiar me modelin universal banking në pjesë të tjera të botës perëndimore. Më pas u vendos ajo që quheshe bomba derivative. Në shtator të vitit 1987, pas një sulmi 20 vjeçar me spekulime financiare në tregjet bankare të Shtetet Bashkuara, rezultoi një kolaps dhe treguesit e bursës, siç është Dow Jones, ranë në 23% në 19 tetor 1987, çka ishte një goditje e madhe në bursë. Brenda disa orësh nga kjo përplasje u mblodhen takime emergjence ndërkombëtare me në krye Alan Greenspan, i cili ishte një vegël e bankës JP Morgan, e cila kontrollohet në 70% nga familja Rothschild, dhe ky prezantoi si kryetari i Fedit një zgjidhje që pati një eon në të ardhmen duke shkaktuar hiperflacion të madh në tregjet financiare, sidomos në Shtetet e Bashkuara. Ky krijoi ato që idoi ato që quhen instrumente financiare krijuese, i cili ishte një emër orwellian që ishte dhënë një aktivitëri financiar të popularizuar nga Greenspani, pra nga shefi i absolut i Fedit, dhe këto ndryshe quheshin në gjuhën popullore derivative. Teknologjitë e reja superkompjuterike që kishin filluar të përdoreshin në atë kohë, sidomos në avangard të këtyre ishin bankat, u përdorën gjithnjë më shumë në këtë sipërmarrje të re, jo si mbështetje për praktikat e ndërtimit të ekonomisë kombëtare dhe për të krijuar programet të eksplorimit të hapësirës nga NASA, siç ishte përcaktuar qysh në krijimin e NASA-s. Këto në fakt çoroditën dhe krijuan formula të reja komplekse që lidhnin vlerat me diferencat e çmimeve në letrat me vlerë dhe borxhet e siguruara më pas mund të mbroheshin nga tregu i brendshëm. Rritja e derivativeve deri në kohën që ne po flasim numëron 10 herë më shumë se gjithë GDP-ja botërore në vlerë nominale në Shtetet e Bashkuara vetëm. Kjo është një diçka e tmerrshme. Pra, ndërsa u krijua një përbindës vetëgjenerues në mënyrë eksponenciale, që nuk kishte të ndalur, besimi tek tregu u rrudh përsëri në fuqinë me fluksin e ri të parave të lehta. Dhe potenciali fizik real për të mbajtur jetën njerëzore në shina filloi të binte ndjeshëm. Ç'a ndodhi mbas krijimit të naftës, që është Alanca e Tregtisë së Lirë në Amerikën e Veriut midis Meksikës, Amerikës dhe Kanadas, do të flasim një çik dhe për krijimin e Eros dhe për atë që quhet fundi i historisë apo renderi botëror. Brenda kësaj periudhe u miratua një traktat dekepurrës për Shtetet e Bashkuara që u quajt Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut dhe që ka akronimin NAFTA në anglisht. Henry Kissinger dha një intervistë në vitin 1993 për Los Angeles Times dhe ky sapo ishte shpallur kalorës nga mbretëresha Elizabeth e dytë si antar i urdhrit të Shën Michael dhe Shën George për shërbimin e tij ndaj perandorisë britanike. Ky e përshkroi naftan me këto fjalë: Nafta, tha, ose tregtia e lirë e Amerikës së Veriut, do të përfaqësoj hapjen më krijues drejt një rendi të ri botëror, të ndërmarrë nga një grup vendesh që nga fundi i luftës së ftohtë.
Kjo është bërë në vitin 93, pra pasi kish rënë perandoria e lindjes komuniste, 3 vjet më mbrapa. Revolucioni që përfshin hemisferën perëndimore tregon për një rend ndërkombëtar të ardhshëm, të bazuar në arsye dhe në bashkëpunim. Është ky revolucion që është në rrezik për të ratifikuar naftën. Me ligjet e miratuara nga kjo marrëveshje, programet mbrojtëse të shteteve kombe dhe të cilat i kishin mbajtur fabrikat e Amerikës së Veriut, u goditën dhe u lejua eksporti i burimeve jetësore të fuqisë punëtore industriale të kualifikuar në Meksik, ku aftësitë në fakt ishin të ulta, teknologjitë më të ulta dhe pagat akoma dhe më të ulta. Me heqjen e aseteve të saj prodhuese, Amerika e Veriut u bë gjithnjëherë më e varur nga eksportimi i burimeve dhe shërbimeve të lira për mjetet e saj të ekzistencës. Në vitin 1996 ka qenë një ekonomist amerikan që quhet Lyndon LaRouche, i cili prezantoi funksionin e tij të kolapsit të trefishtë, duke e ilustruar këtë proces me terma të tij më të thjeshta dhe duke paralajmëruar se nëse nuk do të bëhesh ndërhyrje sistemike, atëherë ekonomia botërore do të drejtohej në mënyrë të pakkthyeshme drejt një kolapsi nga hiperinflacioni i ngjashëm me atë që shkatroi Gjermaninë mbas luftës së parë botërore mbas vitit 1923 deri në fund të viteve 20. Por kjo do të ndodhte në shkallë globale, deklaroi Lyndon LaRouche. Fatkeqësisht fjalët e tij mbetën ranë veshurth në atë kohë dhe rrëshqitja në çmendurinë e ekonomisë neoliberale botërore vazhdoi me shpejtësi. Universal banking, pra bankingu ndërkombëtar, nafta, eurointegrimi dhe krijimi i ekonomisë derivative në një arkor për vetëm disa vitesh nxitën një kartelizim të financave nëpërmjet bashkimeve dhe blerjeve të sapo legalizuara me një normë të paparë më përpara. Shumë institucione financiare që kishin ekzistuar në fillim të viteve 80 u futën brenda njëra tjetrës me shpejtësi të madhe gjatë viteve 90 në mënyrën e mbijetesës të më të fortit. Pavarësisht se në çfarë niveli u bë rregullimi, u tentua që në këtë strukturë të re shkalla, ndodhi që shkalla e konfliktit të interesit dhe pushtetit privat politik të ishte e pakontrollueshme, sidomos në Shtetet e Bashkuara, nga mbyllja e çdo përpjekje nga kreu i Komisionit Letrave me Vlerë dhe shkëmbime ku ka qenë Brooks-Laybourne, ku tashmë nuk mund të luftoheshe kanceri i derivativeve në fazat e tij të ershme. Në vitin 1999, Bill Clintoni, që ishte i tredhur politikisht, e gjeti veten duke nënshkruar një traktat të autorizuar nga sekretari i atëhershëm i Thesarit, Larry Summers, dhe ky u njojt akti i Graham Leach Bliley, që ishte gozhda e fundit në arkivolin për ndarjen Glass-Steagall, që kish krijuar në vitin 1933, siç u thash më lart, presidenti Roosevelt, ku bankat tregtare dhe ato të investimeve ishin të ndara në Shtetet e Bashkuara. Epoka e re e tregtimit të çrregullt dhe krijimit derivateve pa bursë bëri që këto instrumente të çuditshme financiare të rriteshin nga 60 trilion dollar në vitin 2000 në 600 trilion dollar, pra 10 herë më shumë brenda 8 viteve deri në vitin 2008. Me heqjen e rregullimit të Glass-Steagall, kapitali
legjitim si fondet e pensioneve mund të përdorej për të filluar një mbrojtje për t'i dhënë fund të gjitha mbrojtjeve. Në fakt, tani u derdhën miliarda në letrat me vlerë të mbështetura me hipotekë që quheshin MBS, një treg që ishte zhytur artificialisht në normat më të ulta, rekord të interesit prej nga 1 deri 2% për më shumë se një vit nga rezerva federale e Shtetet e Bashkuara dhe duke bërë uamarrjen të lehtë dhe kthimet nga investimet të ishin në këtë mënyrë të turpshme. Fshehtësia u shtua pasi vlerat e shtëpive u rritën shumë përtej vlerave reale. Suksesi manit si sigurimit të borxheve të banesave nxiti një val fondesh sovrane të pasurisë që binde në sy duke aplikuar të njëjtin model që ishte përdorur në rastin e letrave me vlerë të mbështetura nga hipoteka dhe detyrimet e borxhit të kolateralizuara ndaj borxheve të kombeve të tjera, siç janë këto me garanci sovrane, këto borxhet që jepen. Sigurimi i paketave të borxheve sovrane më pas mund të përdoreshin pafundësisht në tregjet botërore të çrregulluara dhe kjo nuk do të konsiderohej më si një akt tradhtie kombëtare, por si çelësi i parasë së lehtë. Ky sistem në fakt vdiq në vitin 2008, pavarësisht nga besimi popullor, asgjë nuk u zgjidh në të vërtetë me emetimin e derivativeve dhe krijimit të fluskave financiare. Obama deklaroi se do ta ringjallte marrëveshjen ose sistemin kontrollues të Franklin Delano Rooseveltit dhe krijoi aktin Dodd-Frank ose rregulla e Volckerit e vitit 2010. Asnjë kredi produktive nuk u krijua për të rritur ekonominë reale, siç ka ndodhur në vitet 1933-38 ku Amerika ndërtoi një ekonomi të fuqishme që e bëri brenda pak viteve superfuqi botërore. Bankat nuk u shpërban dhe derivativet u rritën me 40% gjatë kohës së Obamës, i cili premtoi që do t'i frenonte duke krijuar një fluskë të re që u përqendrua në sektorin e borxhit të korporatave dhe të familjeve, duke u futur në kolaps. Gjatë kësaj kohe, shtetet kombëtare vazhduan të shfuqizoheshin pasi masat shtrënguese ju përplaseshin në fyt kombeve. Mes këtij dëshpërimi u konsolidua një aleancë krijuese në mbrojtje të interesave të shteteve kombëtare sovrane, të udhëhequr në fakt nga Rusia dhe Kina, të cilat morën, sidomos Kina, mori iniciativën një brez një rrugë, dhe këta në fakt e kanë përqafuar rreth 130 vende dhe po duket si një version i udhëhequr nga Azia i New Dealit të Franklin Delano Rooseveltit të vitit 1933. Duket se aftësia e Kinës për të lëshuar kredi afatgjata për mira projekte të infrastrukturës ndërkombëtare afatgjata dhe mbi ekonominë reale të vendeve të ndryshme, është bërë mundur nga fakti se Kina ka qenë i vetmi vend në glob që nuk kishte hequr dorë nga parimet e ndarjes së bankave, të cilat u shkatëruan nga kombet e tjera. Shumë pak figura perëndimore i rezistuan shkatërimit të sistemit vjetër financiar të kontrolluar nga shteti dhe përjashtim të dukshëm, siç tham, bën ekonomisti indier amerikan Lyndon LaRouche, i cili vdiq në vitin 1919 dhe ka drejtuar institutin Schiller qysh nga vitin 99 derisa ai ndroi jetë në vitin 2019. Me votimin e Brexit nga Britania në 2016 dhe me zgjedhjen e presidentit Trump, u krija një valë e re e frymës nacionaliste dhe kjo valë krijoi një zjarr që në fakt i ka tmerruar teknokratët
dhe pronarët e mëdhenj të bankave të cilët kanë humbur aftësinë për ta shuar këtë zjarr me sa duket. Ideja se shtetet kombe kanë pushtet mbi sistemin bankar privat është ringjallur dhe diskutimi për reformimin e sistemit tashmë të vdekur transatlantik po formësohet gjithnjë më shumë jo nga thirrjet e globalistëve për një rend të ri botëror, siç do të kishte dashur Sir Kissinger po të ishte gjallë sot, por më tepër për një rrugë të re mëndafshi dhe një marrëveshje të re, një New Deal të vërtet që ka nevojë ekonomia botërore. Dhe Trumpi pikërisht apo përpiqet të krijojë, por përpara ka forca të mëdha reakcionare të cilat kërkojnë mbajtjen e sistemit që do të falimentonte shtetet kombëtare dhe do të ngrinte një perandor të madh të përbotshëm siç janë perandori bankieri, pra. Kombet euro-aziatike janë tashmë të përkushtuara fort ndaj këtij sistemi të ri dhe nëse Perëndimi do të kualifikohet moralisht për të marrë pjesë në këtë epokë të re, atëherë hapi i parë do të jetë kthimi në marrëveshjen që në aktin që krijoi për kontrollin e sistemit bankar amerikan Franklin Delano Roosevelti me aktin e quajtur, siç e u thash qysh në fillim, Glass-Steagall, ku bankat spekulative dhe tregjet spekulative financiare të ndahen nga tregjet serioze bankare të cilat kreditojnë ekonominë reale të vendeve perëndimore të cilat e shkatruan për gjysmë dekade këtë lloj funksionimi të financave dhe ekonomisë së mallrave dhe shërbimeve të shteteve kombëtare të botës së parë apo të perëndimit. Këtu duke ju kujtuar edhe një herë që të bëni subscribe kanalin ton, po e mbyllim këtë emision një çik teknik, por që mendojmë që sidomos ata që kanë një kulturë minimale, se ne e kemi shpjeguar në mënyrë të thjeshtë, ata që kanë një kulturë minimale nga shkencat politike dhe nga shkenca ekonomike, sigurisht që do ta kuptonin me lehtësi gjithë këtë përshkrim historik që ne u përpoqëm ta sintetizonim në këtë emision të shkurtër mbi rënien e ekonomive prodhuese kombëtare të vendeve të botës së parë që u shndërruan në vende konsumeriste dhe kthimin e tyre në ekonomi prodhuese të industrializuara ashtu siç kanë qenë më parë. Perëndimi ndoshta nuk ka nevojë vetëm për përshpikjet e softwareve, po ka nevojë që të ruajë dhe hardware-et, pra jo vetëm të shpik teknologjitë e reja, siç janë Silicon Valley, që është në maj të shpikjeve për inteligjencën artificiale, por që po i konkuron shumë edhe Kina dhe vendet tjera, por ka nevojë që të ruajë dhe industrinë prodhuese për të ushqyer dhe për të rritur punësimin dhe për të ulur borxhin e ekonomisë amerikane nëpërmjet ndërtimit të një ekonomie reale. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.